nëse flitet për pse në LDK, paka shumë elaboroj edhe zoti deputet këtu, komandant Çuni, se ushtarakët zakonisht edukohet dhe ngriten në frymë institucionale. Edhe historikisht kjo ka qenë dhe do të mbetet. Edhe sot ushtarakët i nënshtrohen hierarkisë dhe udhëheqjes institucionale, pavarësisht kush është në krye të saj. Në atë kohë ne e dimë se LDK-ja ka qenë promotori i organizimit qytetar, përbashkimit qytetar, dhe besoj se në histori, nëse shfletojmë sa do shfletojmë, asnjëherë s'ka ndodhur një unifikim, edhe një qëndrim i qartë i popullit Kosovës, që ta pasojnë idenë dhe mendimin e liderit dhe bashkëpunëtorëve të tij për një proces quajtur liri, pavarësi dhe demokraci. Dhe presidenti Rugova, do të thotë mënyrën më të mirë të mundshme, ka arritë ta bashkojë spari popullin, të artikuloj kërkesat e tyre për shtet pavarur dhe të arritë të sensibilizoj faktorin ndërkombëtar, se dorën zemrën në kohën kur kanë fillu lëvizjet, kanë fillu shumë më herët, por kur kanë marrë një seriozitet më të madh, sidomos organizimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ishte lëvizje popullore, nuk ishte vetëm se subjekt, ka arrit gradualisht sensibilizohet çështja dhe kërkesat e popullit të Kosovës. Dhe me një moment caktuar, qysh herët kanë fillu përgatitjet e potencoj edhe komandanti edhe për krahun ushtarak. Shumë flitet, e tha edhe Ermoli, prej paqes, prej krahut paqes. Nuk besoj se LDK është krah i paqes, për arsye se lufta, e tërë lufta dhe njerëzit që kanë qenë të involvuar në luftë, 90% kanë qenë LDK. Dhe sepse subjektet e tjera nuk kanë ekzistuar në atë kohë, ka ekzistuar Lëvizja Popullore e Kosovës, e cila ka qenë në ilegalitet dhe ka marrë edhe ajo një përgjegjësi të vetën në këtë proces. Prandaj nuk besoj si ka qenë krejt kraj i paqes Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe nuk është asnjë befasi dhe asnjë lajm i papranueshëm, themi se në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka edhe general të luftës. Kurse po nuk do të edhe me haru që pikërisht celulat e para kanë qenë në koordinim me Ramizalin përmes LDK-s apo edhe zyrës të Ibrahim Rugovës që koordinohen për më u dërgu ndajt për trajnimet e para, celulave të para të grupit të Zahir Pajazitit si grupi parë dhe grupi i dytë i Ademi Jasharit. Shumë e saktë që të dyja grupet do të thotë ishte Saliçeku truri i këtyre, Saliçeka i truri i këtij organizimi, përmes cilit personalisht je mobilizuar dhe ka marrë luftë nga Gjermania. Pyetja e dytë ishte, kjo është, domethënë vetëm perspektiva, a ka një arsye tjetër pse po hinë generalet, a ka një arsye tjetër pse po hinë generalet sot në politikë? A është diçka? Shkurt edhe këtë deshta me potencu. Jemi dëshmitar të gjithë neve se sidomos pas vitit 2022 dhe agresionit rus mbi Ukrainën, aspekti gjeostrategjik dhe gjeopolitika rendi botror ka ndryshuar shumë, po dhe aspekti sigurisë, qoftë në aspektin global,